Bashkia e Maliqit po vijon programin e investimeve në infrastrukturën rrugore për vitin 2026, duke rehabilituar dhe asfaltuar disa rrugë në fshatrat e teritorit të saj. Një prej ndërhyrjeve që ka përfunduar është asfaltimi i rrugës së Varrezave në fshatin Libonik, investim që financohet nga të ardhurat e vetë bashkisë. Sipas kryebashkiakut Gëzim Topçiu, ky projekt synon përmirësimin e kushteve të qarkullimit, lehtësimin e lëvizjes së banorëve dhe krijimin e një aksesi më të mirë drejt banesave dhe objekteve të rëndësisë publike. Punimet po vijojnë sipas grafikut të përcaktuar dhe pritet të sjellin një përmirësim të ndjeshëm të infrastrukturës në zonë. Kemi filluar objektin e parë të asfaltimeve në territorin e bashkisë, ndryshim në disa rrugë, të cilat janë të planifikuara që nga viti i kaluar. Sapo kemi asfaltuar një rrugë në fshatin Sovjan, kemi përmbyllur asfaltimin e rrugës Varrezave në fshatin Libonik. Aktualisht punojmë në një lagje në periferitë qytetit Maliqit, lagja Tylbe Goçës, të themi në pjesën e zboqërisë. Do të vazhdojmë shumë shpejt sistemim asfaltimin e një rrugë në Drithas poshtë, në Zvezdë. Ka disa rrugë të cilat janë pjesë e këtij projekti. Të shpresojmë që të jemi sa më afër shqetësimit të komuniteteve. Në kuadër të këtij programi, Bashkia Maliq ka planifikuar ndërhyrje edhe në 15 rrugë të tjera rurale gjatë këtij viti, me synimin për të përmirësuar standardet e infrastrukturës dhe për të ofruar më shumë shërbime për komunitetet lokale. Autoritetet theksojnë se investimet në rrjetin rrugor mbeten një nga prioritetet kryesore të punës së tyre gjatë vitit 2026.